Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se takohemi në lajmet orës 15:55 në televizionin Shenja. Dhjetra pensionistë kanë protestuar sot para gjykatës kushtetuese, duke kërkuar që të vazhdohet rritja lineare e pensioneve dhe jo të bëhet rritje sipas përqindjes. Protestuesit kërkuan që gjykatësit kushtetues t'i zbatojnë të drejtat e tyre themelore. Sipas tyre, rritje sipas përqindjes kërkojnë pensionistët që kanë pensione më të larta. Dhjetra pensionistë nga i gjithë vendi me pankarta të ndryshme dhe mbishkrime u mlodhën para gjykatës kushtetuese për të protestuar dhe për të kërkuar që rritja e pensioneve të bëhet në mënyrë lineare dhe jo sipas përqindjes. Kërkesa e tyre është që rritja të jetë e njëjtë dhe e barabartë dhe në rritje të mos bëhen dallime mes pensionistëve. Pensionistët kërkuan edhe largimin e gjykatësve kushtetues, të cilët janë kundër rritjes lineare. Rritje sipas përqindjes kërkojnë pensionistët që kanë pensione të larta, ku mbeti kujdesi për pensionistët që kanë pensione të ulta, që në të ardhmen e afërt me këtë pension nuk do të mund të mbulojnë as harxhimet bazike për jetë. Për këto duhet dikush të shqetësohet. Ka formulë që përqindja të dalë njëjtë, sipas drejtës së çmimeve dhe standardit jetësor, merret ajo përqindje dhe shumëzohet me numrin e përgjithshëm të pensioneve të paguara në nivel republikan dhe ndahet me 340.000 pensionistë. Matematike thjesht që do të mundsojë që të gjithë të jemi të njëjtë dhe të barabartë. U qoftë haram buka dhe ujë të gjithë atyre që janë këtu. Ajo do ta ketë 90.000 denar pensionin dhe i duket pak, tani kërkon edhe përqindje, ku vendi miratoi ligjin me 79 vota për, pa asnjë kundërshtim, reformat janë të patjetërsueshme. Zonja Stanka Trajkovska duhet patjetër të largohet, një gjykatëse nuk mund t'ia ndalojë të drejtën popullit. E të tjerë akuzuan gjykatësit për shkelje të drejtave themelore të qytetarëve. Të drejta themelore duhet të respektohen në vendin tonë. I pari që duhet të respektojë këto të drejta është gjykata kushtetuese. Neni 8, alinea 8 e qartëson siç duhet, humanizëm, solidaritet dhe drejtësi sociale. Pensionistët kërkojnë të drejtë sociale, na largojnë si teprisë teknologjike me pensione të vogla. Pensionistët njoftuan se në dhjetor do të organizojnë protesta para qendrës informative europiane. Qytetarëve kanë filluar të mbërrinë adresat e tyre para lajmërimit për shkelje të bëra në komunikacion, e të cilët janë kapur nga kamerat e vendosura në rrugë. Shoferët thonë se kjo masë do të ndikojë në mënyrë direkte tek vozitësit e pandërgjegjshëm. Test periudha për Safe City ka filluar sot në Shkup, në Kumanov dhe Tetov dhe do të zgjasë deri në fundvit. Nga sot ka filluar test periudha e sistemit Safe City dhe qytetarëve veçmë kanë filluar të mbërrinë në adresat e tyre para lajmërimet për shkeljet e bëra në komunikacion. Për të parë se si po ndikon kjo masë në komunikacion, televizioni Shenja doli në teren. Shoferët thonë se kjo masë do të ndikojnë në mënyrë direkte tek vozitësit e pandërgjegjshëm. Shpresat për trafik më të qetë dhe më të rregulluar, ata i shohin tek dënime që do të vinë nga ky sistem. Thonë se një sistem i tillë është funksional një kohë të gjatë në Shtetet e Bashkimit Evropian. Du me kujdes me vozitë, ma ka dale, mos më gutën. A do të rritet siguria sipas jush me këto kamera? Normal, ma mirë, po. Po treba da vlija e dobro. Qëllimi është të jetë më i sigurt. Mendimi im është që dënimet që do t'i marrin do t'i bëjnë shoferët më të ndërgjegjshëm. Duhet të ndikojë pozitivisht, si në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, ku dënimi arrin në adresë. Trafik më të rregulluar pas funksionalizimit të kësaj mase, presin edhe këmbësorët dhe biçiklistët. Nuk pret të një ndryshim drastik. Personalisht jam biçiklist, por mendoj që do të përmirësoj dhe do ta ngris përgjegjësinë tek shoferët, që të mos bëjnë shkeljet që bëjnë kundrejt biçiklistëve dhe këmbësorëve. Përndryshe test periudha për Safe City ka filluar sot në Shkup, Kumanov dhe Tetov dhe do të zgjasë deri në fundvit. Ndërkaq nga 1 janari i vitit të ardhshëm, pasi të bëhen ndryshimet e nevojshme ligjore, Safe City do të fillojë jo para lajmërime, por dënime të dërgojë qytetarëve në adresat e tyre.
Dy përgjegjësit kryesor për aksidentin në Llazkars, ku humbën jetën 16 persona, Durmish Beluli, pronari Durmoturs dhe Remzi Miftari, përgjegjës për transportin, ende nuk kanë vuajtur asnjë ditë burg. Beluli i dënuar me 10 vite nuk shkoi në burg pasi do të operohet sërish. Po ashtu edhe Miftari, dënuar gjithashtu me 10 vite pas operacionit, nuk ka shkuar në burg. Ky i fundit kërkohet me flet arrest ndërkombëtar. As Durmish Beluli, pronari Durmotursi dënuar me 10 vite burg për aksidentin në Llazkars, nuk shkoi në burg. Beluli fitoi kohë sërish në serinë e prolongimeve për të hyrë prapa grillave. Edhe një herë është cëmur dhe do të ketë intervenim kirurgjik. Beluli fillimisht operua në tetor dhe duhej të shkonte në Idrizov më 1 dhjetor, por tani ai ka thënë se sërish do të kryejë një intervenim kirurgjik, prandaj edhe këtë herë nuk do të shkojë në burg. Remzi Miftari, përgjegjës për transportin dhe i dënuar gjithashtu me 10 vite burg për të njëjtin rast, pas disa prolongimeve për dënime burg, me qenë se është i pakapshëm për organet e rendit, Ministria e Punëve të Brendshme shpalli flet arrest ndërkombëtar për të. Dy përgjegjësit kryesor për këtë tragjedi, Durmish Beluli, pronari Durmoturs dhe Remzi Miftari, përgjegjës për transportin, edhe 6 vite pas tragjedisë dhe 7 muaj pasi vendimi për dënimin e tyre është bërë i plot fuqishëm, ende nuk kanë vuajtur asnjë ditë burg. Vendimi gjyqësor për vuajtjen e dënimit të tyre është bërë i plot fuqishëm më 9 maj të këtij viti. Miftari dhe Beluli nuk kanë shkuar në burg sepse në të njëjtën kohë ishin operuar edhe atë për të njëjtin problem shëndetësor. Aksidenti fatal në Llazkars ndodhi më 13 shkurt të vitit 2019, në të cilin humbën jetën 16 udhëtar, kurse 35 prej tyre morën lëndime të rënda. Autobusi Durmoturs, i cili qarkullonte në relacion Shkup-Gostivar rreth orës 17 në autostradën Tetov-Shkup afër fshatit Llazkars, e humbi kontrollin dhe ra në humner pasi theu gardhin mbrojtës në autostradë. Emrat e ministrave të rinj që pritet të zënë vendet Elena Bosh pasi disa ministra u bën kryetar komunash janë dorëzuar në kuvend. Qeveria propozon Muhamet Hoxha për ministër që do të udhëheqë Ministrinë e Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor. Bekim Sali për ministër që do të udhëheqë Ministrinë për Çështje Europiane. Qeveria ka dorëzuar në kuvend emrat e ministrave të rinj që pritet të zënë vendet Elena Bosh, pasi disa ministra u bën kryetar komunash. Kësaj u konfirmuan ato që përfliteshin tashmë disa javë. Për ministrat të rinj janë propozuar Muhamet Hoxha dhe Bekim Sali. Qeveria propozon Muhamet Hoxhën për ministër që do të udhëheqë Ministrinë e Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Bekim Sali për ministër që do të udhëheqë Ministrinë për Çështje Europiane. Këtë e konfirmojnë shërbimet e kuvendit, të cilat thonë se do të ketë njoftim shtesë për atë se kur do të votohen ministrat e rinj në kuvend. Veçemërimeve pritet të ketë edhe shkarkime, sipas asaj që kanë konfirmuar shërbimet e kuvendit. Në seancën plenare të ardhshme, kurdo që të zhvillohet e njëjta, do të shkarkohet ministri për çështje europiane, Orhan Murtezani, pozitë të cilin pritet ta merr Bekim Sali. Zëdhënësja e LSDM-s Bogdanga Kuzevska akuzoi se pushteti vazhdon me, siç tha ajo, skema kriminale për tenderët. Ajo theksoi se i punësuari i dytë në kompaninë që ka filluar tender prej gati 9 milion euro brenda vetëm 6 muajve është Gligor Pocev, ish i punësuar në DSK. LSDM kritikoi që institucionet të nisin hetime dhe të përsaktojnë përgjegjësit. Partia opozitare e maqedonase LSDM ka vazhduar me shpalosjen e, siç thon, skandalet për krimin e qeverisë së Mickoskit. Në një konferencë për media, zëdhënëse e kësaj partie Bogdanka Kuzevska akuzoi se pushteti vazhdon me, siç tha ajo, skema kriminale për tenderët. Ajo theksoi se i punësuari i dytë në kompaninë që ka fituar tender prej gati 9 milion euro brenda vetëm 6 muajve është Gligor Pocev. Kuzevska tha se Pocev ka qenë dëshmitar në rastin Target Fortesa për shkatrimin e pajisjeve për përgjigje masiv, si punionës i atëhershëm i DSK-s në periudhën e Sasha Mjalkovit. Ajo theksoi se pikërisht kompania ku ai punon tani ka nënshkruar marrëveshje korniz me qeverinë për licenca softverike për platformë virtuale. Ko e ftoriot vraboten? Si është e mundur që persona që kanë qenë pjesë e strukturave të inteligjencës të lidhur me proceset për shkatrimin e pajisjeve të përgjigimit, sot sërish të jenë lojë për tender milionësh për software. Zgjidhja e të njëjtave kuadro nga ajo periudhë nuk mund të jetë rastësi.
Ajo vlerësoi se skandali me tenderet prej 9 milion eurosh të dhënë një kompanije me vetëm 2 të punësuar dhe formuar para një viti tregon se tek Miskovski po zbaton të njëjtat metoda si në kohën e Nikola Gruevskit edhe Sasha Mjalkovit. Kako to Alica? Metodat janë të njëjta, tender milionash për kompani me histori të dyshimt. Qëllimi është pasurimi i partive dhe individeve në krye të pushtetit. LSDM kërkoi që institucionet të zhvillojnë hetim dhe të përcaktojnë përgjegjësi, duke theksuar se këto vepra nuk vjetrohen dhe se, siç tha ajo, përgjegjësi duhet të ketë dhe do të ketë. Kujtojmë se gjatë ditës së djeshme, sekretari i përgjithshëm i LSDM-s, Aleksandr Sasha Dimitrijevic, theksoi se kompania Digital One e formuar në fund të gushtit të vitit të kaluar me vetëm 2 të punësuar, brenda një viti ka marrë tender me vlerë gati 9 milion euro, siç tha ajo, para të qytetarëve, duke shtuar se të gjithë këta tender kanë qenë nga institucionet qeveritare dhe shtetërore në periudhën nga maj 2025 deri më sot. Misha Popović nga Instituti për Demokraci ka deklaruar se një pjesë e rajonit të Ballkanit Perëndimor po thon drejt Bashkimit Evropian, ndërsa një pjesë jo. Zëvendës ministra e çështjeve europiane Viktoria Trajov theksoi se lista e detyrave që duhet të realizojë vendi është i gjatë, por kjo nuk duhet të na dekurajojë. Një pjesë e rajonit po udhton drejt Bashkimit Evropian, ndërsa një pjesë jo, dhe kjo është qartë e dukshme në konkluzionet e shoqërisë civile, deklaroi Misha Popović nga Instituti për Demokraci gjatë debatit të sotëm në Kuvend me temë Agjenda reformuese dhe procesi i Berlinit përmes prizmit të integrimit evropian, roli i parlamentit në zbatimin e prioriteteve rajonale. Popović tha se sundimi i së drejtës është kyç për përfitime funksionale nga procesi i Berlinit, ndërkaq shtoi se rekomandimet dhe konkluzionet që vijnë nga Forumi i Shoqërisë Civile këtë vit janë relativisht pesimiste dhe kjo nuk është befasi. Sipas tij, politikanët në Ballkanin Perëndimor janë ndër faktorët kryesor të ngecjes së eurointegrimeve. Elitet politike të Ballkanit Perëndimor edhe më tej e dobësojnë sundimin e së drejtës dhe pengojnë reformat përmes regresit demokratik, kapjen e shteteve dhe shmangjen e llogaridhënies politike. Sulmet e kibernetike dhe lajmet e rreme rritën shpejt derisa qeveritë reagojnë ngadalë në mënyrë jo adekuate dhe pa strategji të qartë për mbrojtjen e demokracisë. Autoritetet ende nuk ndërmarrin mjaftueshëm hapa konkret për avancimin e pajtimit dhe ballafaqimit me të kaluarën, edhe pse këto procese janë kyçe për paqe dhe stabilitet të përhershëm në rajon. Deputetja e Frontit Evropian Diana Tuska tha se roli i parlamentit është ur mes politikave dhe qytetarëve dhe porositi se reformat të mos ngecin vetëm në letër, por të realizohen edhe në praktik. Por rruga drejt Bashkimit Evropian nuk realizohet vetëm përmes nismave të thjeshta. Rruga drejt BE-s hyn në çdo institucion, çdo ligj, çdo procedurë dhe çdo politikë që zbatojmë në vend. Prandaj, Agjenda reformuese dhe plani i ri i Bashkimit Evropian për rritje në Ballkanin Perëndimor përbën një detyrim të dyfisht, por edhe një mundësi të dyfisht. Nuk bëhet fjalë vetëm për mbështetje financiare apo për kushte që duhet të përmbushim. Bëhet fjalë për krijimin e një shteti ligjor funksional, një klime më të mirë biznesi, me shumë transparencë, institucione më efikase dhe luftë të forcuar kundër korrupsionit. Ndërkaq që zëvendës ministre e çështjeve evropiane Viktoria Trajov theksoi se lista e detyrave që duhet të realizojë vendi është e gjatë, por kjo nuk duhet të na dekurajojë. Lidhur me proceset e reformave, ajo tha se në fokus të ministrisë mbeten reformat në administratën publike, energjetikën, digitalizimin dhe sundimin e së drejtës. Prvo na Open Society Foundation, Institutot za Eurointegrime për ne nënkuptojnë progres, jetë më të mirë, vlera europiane dhe për këtë flasim çdo ditë për to, pavarësisht se nga cili etnitet politik vim. Në fund të ditës të gjithë kemi një qëllim të përbashkët se përcaktimi i dytë strategjik i këtij shteti duhet të jetë antarësimi jonë në Bashkimin Evropian, në të cilën duhet të punojmë bashkërisht. Kujtojmë se procesi i Berlinit ka filluar që nga viti 2014 me qëllim krijimin e kuadrit të fortë për bashkëpunim të zgjeruar midis vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian dhe përgatitjen e vendeve të rajonit për antarësim në BE. Policia ka njoftuar se ka arrestuar 7 persona për prishje të rendit dhe qetësisë publike pas përfundimit të ndeshjes mes Vardarit dhe Shkupit.
Më 30 nëntor 2025, pas përfundimit të ndeshjes së futbollit në kuadër të ligës së parë futbollistike të Maqedonisë, e luajtur ndërmjet ekipeve të KF Vardarja D Shkup dhe KF Shkupi Shkup në kompleksin sportiv të FFM Petar Miloševski për shkak të kryerjes së kundërvajtjeve me hedhje të mjeteve piroteknike nga ligji për parandalimin e dhunës në ndeshjet sportive, si dhe për prishje të rendit dhe qetësisë publike me sjellje të pahishme dhe arrogante dhe mos respektim të urdhrave të punonjësve policor në 2 lokacione të ndryshme në territorin e qytetit të Shkupit. Janë arrestuar gjithsej 7 persona, ndaj të cilëve do të ndërmerren masa në përputhje me dispozitat ligjore, thuhet në komunikatën e MPB-s. Qytetarët shprehen të shqetësuar pas rritjes së madhe të çmimit të vezëve. Ata ankohen se kjo është edhe një barë shtesë në shportën e shpenzimeve familjare, e cila është bërë gjithnjë më e rëndë për t'u përballuar. Vezët, një prej produkteve bazike në çdo familje, tashmë kushtojnë pothuajse 2 fish krahasuar me disa javë më parë. Në dyqane e tregje, qytetarët shprehen të shqetësuar dhe të zhgënjur, thonë se rritjet janë të pashpjegueshme, uljet duken të pamundura dhe besimi në institucionet shtetërore për ndërmarrjen e masave po zbehet dita ditës. Ndërsa qeveria premton stabilizim, realiteti në treg duket krejtësisht ndryshe, dhe kjo dita ditës sa vje bëhet më e dukshme. Mo të çmimet nuk janë edhe çaqja, mo dikun kanë hip në për artikuj. Si për shembull vojet kanë hip, specat kanë hip pak, dikun. Ndoshta mendoj që do rritet lava më shumë që për mëra jo. Po jo nuk duket e mirë, mo çka më bëj, ai që ka nevojë mora me ble, edhe 400 €. Një tjetër qytetar këto rritje i cilëson jo normale dhe katastrofë, duke shtuar se po ashtu nuk ka besim në institucionet për të ndërmarrë masa. Kjo është punë jo normale, çdo ditë rriten çmimet, kjo është katastrofë, nuk kam çfarë të them, vetëm bëhet keq e më keq, rënd, pasi deri tash nuk kanë marrë asnjë mas, nuk besoj, nuk kam besim as pak. Po ashtu, rastisëm edhe një shtetas nga Kosova, i cili tha se edhe atje çmimet janë më të larta se në Republikën e Maqedonisë së Veriut, por edhe këtu rritja është e hatashme. Sipas tij, trendi i shtrejtimit pritet vetëm të vazhdojë dhe nuk ka shpresa se institucionet do të ndërhyjnë. Për Prishtinës, edhe sigurisht vezë që kanë përrapërsisht me mësym të navestëna janë shumë manatshme. Po. Por është edhe të edhe çmimi i pembe dhe çmimi tjera shumë ulësi në Prishtinë. Për xhepin tonë jo. Me thonë në për xhepin tonë, për rrobat që kemi ne jo. Sigurisht se nuk po kanë kontroll si në Maqedoni, si në Prishtinë s'po kanë kontroll për fare për qeverisë. Po do të rregullojnë çmimin nga qeveria. Inshallah marrin, se nuk presim kur do të shpëtojnë. Inshallah ndërmarrin. Ndërsa qytetarët përballen me çmime çdo ditë më të larta, zinxhiri i shtrenjtimit duket se fillon që nga fermerët, të cilët të goditur nga kostot më të larta të ushqimit për kafshët, energjisë dhe transportit, po i shesin produktet e tyre më shtrenjtë. Kjo çon në një rritje që shtohet në çdo hallk deri tek raftet e marketeve dhe tregut. Ndërkohë, realiteti i përditshëm për shumicën është i njëjtë. Shporta e blerjeve gjithnjë e më e varfër, çmimet gjithnjë e më të larta dhe besimi tek autoritetet gjithnjë më i ulët. Edhe pse institucionet premtojnë se po e monitorojnë situatën, realiteti në treg tregon një tablo tjetër. Pakënaqësia është e madhe, besimi është i ulët dhe pyetja që mbetet enigmë është se a do të stabilizohet tregu, apo familjet do të vazhdojnë të përballen me një ritëm të pashpjegueshëm të shtrenjtimit. Komisioni Rregullatori i Energjetikës vendosi çmime të reja të derivateve të naftës. Sipas vendimit të komisionit, çmimet me pakisë të benzinës Eurosuper BS 95 dhe Eurosuper BS 98 nuk do të ndryshojnë, ndërsa çmimet me pakisë të Eurodiesel dhe vajt ekstra të lehtë për anvisëri do të ulen për 1 denar. Çmimi nga mesnata i Eurosuper BS 95 do të shitet për 75 denar për litër. Eurosuper BS 98 do të kushtoj 77 denar për litër. 1 litër Eurodiesel BS do të shitet për 69.50 denar. Vaj për djegje ekstra i lehtë do të shitet për 66.50 denar.
Katër subjekte politike kanë aplikuar për të marrë pjesë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Kosovë që do të mbahen më 28 dhjetor 2025. Sipas të dhënave të KQZ-s, 4 prej partive kryesore, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Social-Demokrate, kanë vendosur të hynë pa koalicione zyrtare në garën zgjedhore të 28 dhjetorit, ndërkaq që Lëvizja Vetëvendosje ka formalizuar koalicionin me 3 parti politike, Guxo, Alternativën dhe Partinë Shqiptare Demokristiane. Të gjitha këto subjekte politike aplikuese do të duhet që brenda një jave të dorëzojnë online listën me emrat e kandidatëve për deputet. Më 20 nëntor, presidentja Vjosa Osmani dekretoi mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme më 28 dhjetor, pasi të 2 kandidatët nga Lëvizja Vetëvendosje Albin Kurti dhe Glauko Njufca nuk arritën të krijojnë qeverinë 9 muaj pas zgjedhjeve të 9 shkurtit. Shitjet globale të armëve arritën nivelin më të lartë në vitin 2024, pasi shtetet përshpejtuan modernizimin ushtarak mes konflikteve dhe tensioneve gjeopolitike, tregon raporti i SIPRIt. Të ardhurat e 100 kompanive më të mëdha të mbrojtjes u rritën me 5.9% në 679 miliard dolar, rritja më e madhe që nga 2018. Kjo lidhet kryesisht me luftrat në Ukrainë e Gaza dhe me rritjen e shpenzimeve ushtarake nga fuqit e mëdha. SBA dominoi me 334 miliard dolar, ndërsa në Europë 23 nga 26 kompani shënuan rritje, duke arritur 151 miliard dolar. Kompania çeke Czechoslovak Group pati rritjen më të madhe, 193% fal kontratave për Ukrainën. Turqia shtoi një kompani të 5 në listën dhe arriti 10.1 miliard dolar të ardhura. Kompanitë ruse rritën fitimet me 23% pavarësisht sanksioneve, duke arritur 31.2 miliard dolar. Në Azi Oqeani pati rënje prej 1.2% për shkak të uljes së prokurimit kines, ndërsa Japonia e Korea e Jugut shënuan rritje të fortë. Lindja e mesme arriti pranin më të lartë ndonjëherë me 9 kompani që gjeneruan 31 miliard dolar. Prodhuesit izraelit rritën shitjet pavarësisht kritikave për luftën në Gaza. Grupi shtetëror Egji Emirateve u rënditi 37 me 4.7 miliard dolar të ardhura. Mbi 1.000 persona kanë vdekur dhe qindra të tjerë ende rezultojnë të zhdukur nga përmbytjet që kanë ndodhur në të gjitha zinë, raportoi të hënën CNN. Rreqet e shiut të shkaktuara nga cikloni goditën pjesë të Indonezisë, Tajlandës dhe Malajzisë këtë javë, kur një stuhi e rrallë tropikale u formua në ngushticën e Malakës. Moti i keq ka marrë jetën e të paktën 435 personave në Indonezi, 334 në Sri Lanka dhe 162 në Tajland e 2 në Malajzi. Në Indonezi dhe edhe 406 personat të tjerë raportojnë ende të zhdukur. Në Tajland rreth 3.5 milion njerëz janë prekur, ndërsa në Sri Lanka mbi 1.1 milion, me mira objekte banimit të shkatruara në të gjitha vendet. Sri Lanka dhe Indonezia angazhuan personel ushtarak për të ndihmuar personat e prekur nga përmbytjet. Presidenti indonezian tha se prioriteti i qeverisë është tani të dërgojë menjëherë ndihmën e nevojshme. Një grabitje organizuar në mënyrë perfekte ka tronditur provincën e Reggio Calabrias, ku një grup ka sulmuar një automjet të blinduar përgjatë një segmenti të autostradës. Sipas vlerësimeve paraprake, sasia e parave të grabitura arrin rreth 2 milion euro. Sulmi ka ndodhur brenda një tuneli midis kryqëzimeve Sicilia dhe Bagnara në drejtim të Veriut. Kriminalët arritën të ndalonin automjetin e blinduar dhe gjatë operacionit u dëgjuan disa të shtënarmësh, por fatmirësisht asnjë nga punonjësit brenda furgonit nuk u plagos. Për të bllokuar trafikun dhe për të ndaluar çdo ndihmë të mundshme, autorët e krimit kishin vendosur 2 makina të djegura në rrugë dhe kishin shpërndar gofla metalike në asfalt, duke shkaktuar një bllokim total të qarkullimit dhe duke pamundsuar largimin e automjetit të blinduar.
Në ngjarje ndërhyn menjëherë zjarrfikësit dhe patrullat e policisë, të cilat siguruan zonën dhe nisën hetimet për identifikimin e autorëve. Operacioni i grabitësve tregon një nivel të lartë organizimi dhe policia po punon për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Shikues të nderuar, kemi arritur në fund të lajmeve. Ju falenderoj që qëndruat me ne, mirupafshim.